إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Me të vërtet falenderimet i takojnë Allahut xhaleshanuhu, atë falenderojmë, ndihmë dhe mbështetje për t'i kërkojmë prej punëve tona të këqija dhe prej veseve tona të liga, sepse këdo Allahu xhaleshanuhu ta udhëzojë rrugën e drejtë, nuk ka kush ta humbi prej kësaj rruge, e këdo Allahu xhaleshanuhu ta humbi prej rrugës drejtë, nuk ka kush ta udhëzojë të. Dëshmoj se nuk ka Zot të adhuruar me të drejtë përveç Allahut një të vetëm dhe pa shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i Tij. O ju që keni besu, keni frikë Allahun, ashtu si që meriton Allahu me pas frikat edhe mos disni pra vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frikë Allahun, Zotin e ju i cili ju ka kriju juve për një personit vetëm, e prej këtij personi krijoi shoqen e tij, e prej këtyre dy njerëzve rodhën shumë burra e gra. Keni frikë Allahun, cili t'i luteni dhe mos i prishni lidhjet fare fisnore, sepse Allahu është mbikëqyrës mbi ju kudo. O ju që keni besu, keni frikë Allahun dhe mos toni kur vetëm se të vërtetën, që Allahu t'ju zgjidhë hallet e juaja, që Allahu t'ju japi sukses punë të hajrit, që Allahu t'ju falë gjunavet e juaja, sepse kush i bindet Allahut dhe dërguimit të Tij me të vërtetë është fituar. Inshallah sot dashur vëllezër do flasim për gurin e themelit të shoqërisë tonë, për atë të cilin është aja dhe zhëja e gjithçkaje në fen tonë. Do flasim për shtëpiat e Allahut, pra do flasim për xhamiat. Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an: fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkaru fihi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, që do thot janë shtëpia, pra xhamiat janë ato shtëpia të cilat Allahu ka dhënë urdhër të përmendet vetëm emri i Tij. Janë shtëpia të cilat Allahu ka dhënë urdhër të përmendet vetëm emri i Tij. Dhe jo vetëm kaq, por këto shtëpia, këto ndërtesa, këto mure që neve banojmë disa çaste dhe dalim prej këtyre mureve, këto vende që qëndrojmë disa çaste dhe dalim prej këtyre vendeve, janë urdhër prej Allahut që të kenë një vend të lartë në zemrat tona. Dhe këto vende ka urdhëruar Allahu xhaleshanuhu që të bëhet tasbih për të madhëruar Allahu nga mëngjesi deri në mbrëmje. Është xhamia dashur vëllezër, guri i themelit në cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendosi në Medinë. Kur shkoi prej Mekës, i detyruar emigrant, pra muhaxhir, i detyruar prej qafirëve të Mekës, shkoi në Medinë ku gjeti njerëz me krah hapur për Islamin. Gjeti njerëz me zemër të hapur për Islamin, gjeti një qytet të tërë i cili kishte hapur krahat për ta pritur këtë njerëz të madh të Allahu xhaleshanuhu dhe shumë të madh pra në zemrat tona. Këta njerëz e pritën krah hapur dhe ky ju përgjigj sallallahu alaihi wasallam me gurin e parë të themelit të shoqërisë islame, duke ndërtuar xhaminë e tij në Medinë. Ishte xhamia e tij dhe mbas kësaj xhamie të gjithë xhamiat kudo që ndodhen në botë, të lexohet Kur'ani, të mësohet feja, të falet namazi, të thirret dhe të bëhet dua Allahu xhaleshanuhu, ti mbështetemi Allahu xhaleshanuhu. Janë xhamiat ato vende të cilat ne i kthehemi Zotit dhe bëjmë më shumë tobe, pra pendohemi tek Allahu xhaleshanuhu. Janë xhamiat ato të cilat ne fillojmë dhe mësojmë për spari se si falet namazi.
Janë xhamiat ato që neve fillojmë përpara se si lexohet Kurani. Janë xhamiat ato që neve ngjejmë ngushëllim me njëri tjetrin, duke mbështetur njëri tjetrin, duke i dhënë dorë njëri tjetrit dhe duke qenë bashkë me njëri tjetrin. A mundet ta falin nëpër shtëpi namazin e xumas? Jo, është xhamia jo e cila neve bëjmë këtë ibadet, ibadetin adhurimin më të lartë të Allahu xhaleshanuhu. Është ajo të cilën Allahu xhaleshanuhu ka urdhëruar pra që të përmendet vetëm emri i tij. Këto janë vendet cilat janë vendet të larta në zemrën tonë. Allahu xhaleshanuhu thot pra vendet cilat janë lartë. Ku janë lartë? Janë lartë në zemrat e besimtarëve. Jo në zemrat e tjerëve, cilët i urrejnë këto vende, subhanallahu alazim. Janë lartë në ato zemra të cilat Allahu i do. A jemi neve të tillë pra që të kemi lartë në vend të lartë, vendin e xhamisë në zemrat tona, dhe dashuria për xhamiat është ajo sebeb apo ajo shkak që neve të fitojmë xhenetin. Dhe jo xhenet çfarë do, por xhenet me grada të larta, në atë ditë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në atë ditë në cilën nuk ka hije përveç se hijes Allahu xhaleshanuhu, do rrinë 7 lloje njerëzish dhe mos i përmendet të 7 llojet, një prej llojeve të njerëzve apo një prej grupacioneve të njerëzve është ai person që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka zemrën e lidhur me xhamin, i cili e ka zemrën e lidhur me xhamin. Dhe ky person është në hijen e Zotit në ditën e gjykimit, subhanallahu. Është në hijen e Allahut në ditë ku të gjithë kur të ulërasi xhehenemi dhe do mbajnë 70.000 frerë dhe çdo frerë ka 70.000 engjëj, dhe kur të ulërasi dhe kur të klithi xhehenemi, edhe pejgamberi thot pejgamberi sallallahu pra dhe profetët do bien gjunjë prej frikës të tij. Kurse këta njerëz do jenë të sigurt, dhe ata cilët pra janë të sigurt janë ata cilët e kanë lidhur fort zemrën me shtëpiat e Zotit, pra me xhamiat. Xhamia dashur vëllezër është vendi ku mlidhen apo foleja e engjëjve. Dhe nuk ka vend ku rrethohen engjëjt vetëm se Allahu xhaleshanuhu dëshmon tek ata për mirësinë e atij vendi. Kujtoni pak hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: nëse në një prej shtëpive të Zotit mlidhen besimtarët dhe përkujtojnë Allahun, atëherë bëhen saf, rrath engjëjt njëri mas tjetrit deri në qiellin e parë dynjas. Dhe çfarë? Allahu xhaleshanuhu pyet përse janë mbledhur këta njerëz për të kërkuar falje Allahut dhe për të kërkuar xhenetin pra. A e kanë parë xhenetin? Nuk e kanë parë. A e kanë parë dhe nga se kanë frikë këta njerëz, kanë frikë për xhehenemit. A e kanë parë xhehenemin? Jo, nuk e kanë parë. Dhe fali thot Allahu xhaleshanuhu gjithë ata që janë mbledhur. Mbaj mend dikur kam qenë në Medinë, në shkollë, takonin disa plejë cilit ulshin në cepat e mësimeve të dietarëve në xhaminë e pejgamberit. Dhe ata e kishin mësuar ndoshta prej hutbes, ndoshta prej mësimeve, se kush ulet në përgjelset apo në ato mësimet e dietarëve, pra prej këtij hadithi janë fal gjithë ata që janë marrë pjesë atje. Dhe i thon me shaka një plakut i cili ishte ul atje dhe gjys i shtrirë dhe gjys i mbështetur, i than po ti çfarë do këtu? Duam mëshirën e Allahut, e cila zbret në këto vende dhe të më fali gjunahet e mia. Subhanallahu alazim. Kjo ndodh vetëm në xhamia të dashur vëllezër. Kjo ndodh vetëm në ato vende ku Allahu xhaleshanuhu zbret mëshirën e tij. Elhamdulillah, falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që xhamiat janë ato vende të cilat gjenden pranë nesh. Shikojeni tempujt e feve tjera. Dikush i ka majt maleve, dikush i kanë rrënzët e maleve, dikush i ka aty që do zor të shkosh. Kurse xhamiat janë në mes tregjeve, në mes shtëpiave dhe në mes aty ku ka njerëz dhe lëvizin njerëzit, sepse këto xhamia janë bërë për njerëzit. Nuk janë bërë që të banojnë xhint, po janë bërë që të banojnë njerëzit, të hyjnë dhe të dalin njerëzit. Dhe kjo është mirësia e Allahut xhaleshanuhu. I ruajti xhamiat ai sa i ruajti edhe prej tufanit komunizmit dhe përsëri deshe Allahu që përsëri në vendin tonë të ndërtojnë këtë xhamia midis nesh. Luma ai i cili përgjigjet thirrjes së xhamiave. Luma ai i cili thirret fjalës hayya ala salat apo hayya ala falah, që do thotë eja namaz. 5 herë në ditë ju thret muezini, eja namaz dhe pastaj thotë eja në shpëtim, sepse shpëtimi është vetëm në këto shtëpia dashur vëllezër. Shpëtimi është vetëm në këto shtëpia.
Shpëtimi është vetëm në ato xhamate që mlidhen dhe falin namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë çdo gjë që lidhet me xhamin, e ka lidhur dhe e ka bërë ibadet. Thotë i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili shkon për të falur namazin me xhamat në xhami, një hap i shlyen një mëkat pra një gjuna dhe një hap tjetër e ngrin lart një grad dhe i shton një sevap. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë sevap e ka kur shkon në xhami dhe kur kthehet për xhamis. Kur shkon në xhami dhe kur kthehet për xhamis. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ai i cili ose përgëzoi ata të cilët shkojnë në xhami natën, në errësirë, le ta dinë pra dhe le ta dinë përgëzimin e atyre që shkojnë në errësirë pra në xhamia, se ditën e gjykimit do kenë dritë të plot për Allahu xhaleshanu. Subhanallah. Mirësi për Zotin xhaleshanu. Mirësi për Allahu xhaleshanu. Dhe frekuentimin e xhamiave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka lënë shkas që ta neglizhojmë. Të kujtojmë pak hadithin ku një prej të verbërve të Medinës i kërkon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, unë jam i verbër, dëgjoni pak, unë jam i verbër dhe nuk kam njerëz të më sjellin në xhami. A mundet që ta fal namazin në shtëpi? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shko fale. Para se dilte për xhami thot, a ndëgjon ezanin o robi i Zotit? Po thot, atëherë përgjigju thirrjes. Subhanallah. Allahu na ka falë syt, na ka falë duar, këmbë, rinin ton, na ka falë gjithë mirat. Dhe përsëri ne neglizhojmë ardhin në xhami. Krahasoni pak namazin tuaj në shtëpi dhe namazin tuaj në xhami. Vallahi unë flas për veten time. Sa herë që falem në shtëpi, më duket astaghfirullah alazim, jo se nuk është i pranuar ai namaz, por më duket si neglizhuar ai namaz që falet në shtëpi. Allahu na fal gjithëve, dhe sidomos kur jemi të ri dhe nuk i përgjigjemi thirrjeve të muezinëve. Subhanallahu, sot i gjejmë xhamiat kudo që shkojmë. I gjejmë xhamiat kudo që shkojmë. Mjetet e komunikimit i kemi shumë herë më të lehta se sa dikur. Dhe mos i përgjigjemi thirrjeve të xhamisë, pra thirrjeve të ezanit, që të vëmë kokën në sejdë në këto vende të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet sahabëve duke i thënë, a doni t'ju tregoj diçka e cila ju fshin gjunahet? Sahabët i thonë, po i dërguari i Zotit, na trego. Thot i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, nëse merrni abdes mirë, me kujdes, dhe drejtoheni nëpër xhamia, dhe falni namazin në to, dhe pastaj rrini dhe prisni namazin tjetër në xhamia, dijeni se kjo është ribat. Ribat në gjuhën arabe do thotë të qëndrosh sy mpret, vigjilent në front luftës, në front në vijën e parë të luftës. Kjo është fjala ribat në gjuhën arabe. Kjo është ribat, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, 3 herë, kjo është ribat, kjo është ribat, kjo është ribat. Pra është sevapi një lloj, të rish në xhami, të presësh namazin, është një lloj sikur në frontin e luftës dhe vigjilent, pra kanë lënë për të ruajtur se ndoshta fillon sulmi pa pritmas. Të shohim se çfarë sevapi ka kjo punë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, 2 sy nuk i djeg zjarri i xhehenemit. Ai sy i cili loton për hatër të Allahut në veçanti, pra veçmas, dhe ai sy i cili vëzhgon në vijën e frontit, pra në luftë. Dhe ky sevap i madh që nga edhe kur rikemi, pra qëndrokemi në xhami të presim namazin tjetër. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ai i cili e ka bllokuar namazin, pra e ka bllokuar namazin, do të thotë që ai i cili qëndron që të presi namazin, pra fali drekën, pret që të qëndroj, pra të fali i qindin, pra e ka bllokuar namazin, pra njëti që po rrit namaz në xhami,
për me falë edhe namazin pas ardhës, pra është bllokuar në xhami me këtë niyet, le ta di thot pejgamberi se është një lloj sikur është namaz. Le ta di se është një lloj sikur është namaz. Po ndërtimi këtyre shtëpiave, ndërtimi këtyre shtëpiave, pra këtyre ndërtesave, çfarë sevabi ka te Allahu xhaleshanu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ai I cili ndërton një xhami për hatër të Allahut, atëherë le ta di se Allahu xhaleshanu I ka ndërtuar një shtëpi në xhenet. Pra e ke fituar xhenetin o besimtar, o robi Allahut, e ke fituar xhenetin kur ndërton një xhami. Luma ai I cili e ka mendjen dhe zemrën dhe shpirtin të lidhur, nëse ka mundësi pra në rindërtimin e xhamive apo në ndërtimin e rishtas të xhamive. Luma ai personi I cili e ka hemmin pra atë qëllimin e jetës së tij që të shohë sa më shumë minare në përlagjet e qytetit të tij. Luma ai personi I cili e ka qëllimin dhe atë finalin e tij që të shohë se ezani Muhammedije thirret në 5 anët e qytetit të tij. Dhe nga do thirret prej xhamive pra, prej minareve të cilat nuk thrasin vetëm se Allahu Ekber, nuk thrasin vetëm se Allahu është më I madhi, nuk thrasin vetëm se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, pra, nuk thrasin vetëm se atë fjalë, cilën neve duhet të jetojmë me të, duhet të vdesim me të dhe duhet të ringjallim dhe të futim në xhenet me të. Fjalën la ilaha illallah. Pra luma I personi I cili e ka zemrën të lidhur me xhamiat, luma I personi I cili e ka mendin që të restaurojë apo të ndërtojë xhamiat, luma I personi I cili I frekuenton shpesh xhamiat. Astaghfirullah li wa lakum jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Elhamdulillah, thumma elhamdulillah, elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ata të cilët I ndërtojnë xhamia, thot Allahu xhaleshanuhu, nuk janë njerëz do si do bëjnë besimtar. Në një ajet Allahu thot në Kur'an, innama ya'muru masajid Allahi من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. Ata të cilët ndërtojnë, frekuentojnë, vizitojnë xhamiat, janë ata të cilët kanë besuar Allahun, kanë besuar ditën e gjykimit dhe nuk mjaftojnë me kaq, por kanë falë namazin, kanë dhënë zakatin. Këta persona nuk kanë frikë tjetër veç Allahun xhaleshanu. Ai I cili lidhet me xhamin vallahi, e ngren Allahu për tjerëve. Ja heq frikën e njerëzve. E bën të pavarur për njerëzve. Nuk e bën kurrë me në madh. Dhe gjithse kush I prej nesh e ka ndier këtë kur e ka shkel pragun e xhamis. Nuk e bën kurrë kryeneç apo ziliqar. Dhe gjithse kush e ka ndier kur e ka shkelur pragun e xhamis. Ka ndier në këto vende të mira, në këto vende që do Allahu. Në këto vende të larta në zemrat e besimtarëve kanë ndier kënaqësinë e imanit, kanë ndier ledhatin e rahmetit Zotit të mëshirës tij, kanë ndier begatinë e Allahut në këto vende. Ai person I cili lidhet me xhamiat, ai person e ndjen veten ndryshe. E ndjen veten se është vetëm se robi Allahut dhe robi kërkujt tjetër jo. Është mbi gjithçka në këtë dynja. Sepse këtë dynja Allahu ja ka dhënë njeriu. Dhe kjo është ajo finalja e Islamit. Na kujtoj se ne jemi njerëz, krijesat më të larta të Tij, dhe gjithçka që na rrethon nuk është që ne jemi në shërbim tyre, por është në shërbim ton. Dhe këtë gjë ne ndjejmë kur vizitojmë këto vende pra këto xhamia. Islami për këtë ka ardhur të përçojë këtë gjë, që jemi vetëm se robërit e Allahu xhaleshanuhu. Dhe gjithçka Allahu na ka vendosur poshtë shputës këmbës tonë. Çdo gjë është në shërbimin ton prej Zotit xhaleshanu. Po mirë ai I cili harron imanin, e harron besimin te Zoti dhe kthehet në shërbëtor dhe rob të kësaj dynjaje. Dhe këtë na rifreskon këtë besim të drejtë, na rifreskon sa herë që neve vizitojmë dhe shkelim pragjet e xhamiave. Sa herë që futemi në xhami, bëhemi prej muahidinëve, e rinovojmë imanin ton,
Bëhemi për atyre njerëzve të cilët e besojnë Allahun një. Shikojeni pak të gjithë tempujt e tjerë, përfshi dhe tarikatet brenda Islamit. Se çfarë bëhet në to? Lloj gjunahesh. Allahu i ka ruajtur xhamiat. Allahu i ka ruajtur shtëpitë e tij. Allahu i ka ruajtur këto vende që kur të hyjmë në këto vende të hyjmë të sigurt, që kur të hyjmë në këto vende të hyjmë të qetë, që kur të hyjmë në këto vende nëse jemi të brengosur për kësaj dynjaje të qetësohemi. Nëse jemi të lodhur për kësaj dynjaje të shlodhemi në këto vende. Ta falenderojmë Allahun shumë për këto vende. Mendoni pak për ata besimtarë që kanë qenë në atë lloj sistemi të mëparshëm, në cilin e shihnin ndoshta xhamin në qendër dhe nuk kin mund të hynin në të. Dhe ta falenderojmë Allahun shumë që ne i kemi dyert të hapur të këtyre xhamiave dhe i kemi xhamiat tona. Na ka bërë Allahu xhaleshanuhu që këto xhamia ti kujdesim ne, xhamati i thjesht për këto xhamia. Për këto xhamia të kujdesim ne dhe të kontribuojmë ne. Allahu na fton për ditë që të ndërtojmë xhamiat dhe si të ndërtojmë, me çfarë do lloj mundësie. Nëse xhamia ka nevojë për restaurim, nëse xhamia ka nevojë për qoftë edhe për dritat, qoftë edhe për diçka, për ato detergjente që do lahen, abdeshania, apo për ato detergjente të cilat do lahet tapeti i saj. Edhe kjo është ndërtimi i xhamisë. Mirëmbajtja e saj është për ndërtimin e xhamisë. Dhe luma i cili e lidh jetën e tij dhe qëllimin e tij në mirëmbajtjen e shtëpive të Zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: nëse e shihni dikë i cili shkon shpesh në xhami, dëshmoni për te sa ish besimtar. Nëse e shihni dikë që shkon shpesh në xhami, dëshmoni sa ish besimtar. Subhanallahu. Kjo dëshmi vjen që në dynja për njerëzit të tillë, pra, cilët janë besimtar. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendi sifatet e munafikëve për atë hipokritëve apo dyftrueshve, pati frikë dhe Omeri radhiyallahu anhu. Dhe i tha Hudhaifes, sekretarit të fshehtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "O Hudhaife, mos jam edhe unë gjë prej atyre në listë që janë munafik?" Por ai person i cili e frekuenton shpesh xhamin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar për njëri tjetrin të dëshmojmë se jemi besimtar. Sepse frekuentimi i xhamisë është prej shenjave të besimit. Si thot Allahu pra në ajetin që e thamë më parë, ata të cilët i ndërtojnë xhamiet nuk janë njerëz dosje, janë njerëz besimtar, pra janë besimtarë të Allahut. Janë besimtarë të Zotit, besimtarë në ditën e gjykimit, falin namazin, japin zakatin dhe nuk kanë frikë tjetër veç Allahut xhaleshan. Zoti na bëf gjithëve të jemi të tillë. Zoti na bëf gjithëve që të frekuentojmë sa më shpesh xhamiat. Allahu na bëf gjithëve për atyre personave që jetën e tyre e programojnë në bazë të namazit dhe në namazin e programojnë që shumicën e namazeve më e mirëve është që gjithë namazet falen në xhami, por paktën pra themi shumicën e namazeve ta programojmë jetën tonë ta falim në xhami. O Zoti ynë, na fal gjunahet tona në këtë ditë xhuma. O Allah, na e fal gjunahet tona dhe na e pastro zemrat tona prej pikave të gjunaheve. O Zoti ynë, na i ndriço zemrat tona me nurin e imanit. O Allah, na bëj për besimtarëve të drejtë, për atyre besimtarëve që i kanë zemrat lidhura fort me xhamiat. O Zoti ynë, na bëj për atyre besimtarëve që ti i do, dhe jo për atyre besimtarëve që ti i urren dhe i zemruar me ta. O Allah, na mëshiro neve dhe të vdekurit tanë aty ku ata janë në varret e tyre dhe bëj varret e tyre lulishte për lulishteve të xhenetit. Dhe neve kur ti pasojmë ata në varret tona, na e bëj dhe varret tona lulishte për lulishteve të xhenetit. O Zoti ynë, na drejto neve, fëmijët tanë, prindërit tanë, gratë tona, shokët tanë dhe gjithë shoqërinë tonë në rrugën tonë dhe rrugën e drejtë. O Allah, na e bëj të mundur që ta shohim të drejtën të drejtë dhe të shtrembërtën të shtrembër. O Zoti ynë, na ndihmon neve dhe gjithë muslimanët kudo që janë dhe sidomos vëllezërit tanë në Siri dhe në Palestinë. O Zoti ynë, hiqi zullumin që kanë mbi krye këtyre njerëzve dhe luftën që i ka zënë. O Zoti ynë, ktheje vendet e Shamit, vende paqe dhe mirësie për muslimanët. O Zoti ynë, qetësoj popullin e Shamit prej asaj sprove që i ka zënë.
O Allah, na ndihmo neve dhe gjithë popullin ton dhe na bëj neve dhe gjithë popullin ton prej besimtarve dhe për atyre njerëzve që ti i do. O Zoti ynë, kaploje vendin ton me mëshirën tënde dhe largoje zemërimin ton prej vendit ton. Dhe të bëjmë selavat mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në këtë ditë xumaku dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë një prej detyrave kësaj dite është shtimi i selavatit mbi të. Dhe Allahu xhaleshanuhu në thotë Kur'an, inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, që do të thotë me të vërtetë Allahu dhe engjëjt bin selavat mbi pejgamberin dhe ju që keni besuar bini selavat mbi të. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Dhe para se të mbyllim hutben, është një thirrje për sensibilizim dhe për mbështetje financiare për restaurimin e xhamisë së Babrojit, sepse kemi filluar, unë jam imam në xhami, kemi filluar restaurimin total të saj dhe normalisht xhamati i asaj xhamie nuk e përballon dot restaurimin e asaj xhamie. Dhe kush ka mundësi, ai sa të ketë mundësi, ti përgjigjet kësaj thirrje për restaurimin e kësaj xhamie, plus kjo thirrje do jetë edhe në ndihmë të kësaj xhamie për pagesën e faturave të dritave. Sa mirë duam që t'i ndezin gjitha dritat e llampadarëve, por kur vjen fundi i muajit, shteti kërkon faturën e tij për furnizimin e energjisë të xhamisë. Pra duhet i përgjigjemi xhamive sepse kanë nevojë për ne dhe lumë ne që na drejtohen xhamiat në ndihmë, pra dhe neve të kemi mundësi, sa të kemi mundësi të ndihmojmë këto xhamia. Allahu ju shpërblef me të mira dhe sa herë që të kontriboni në shtëpiat e Zotit, Allahu ju shpërblef me sevape të panumërta. Dhe inshallah jemi të gjithë që nëse kontribojmë në shtëpiat e Allahut, na ndërtoj Allahu, qoftë edhe me 5 lekë, një shtëpi në xhenet. Dhe të bëjmë dua që të shtohen shtëpiat e Zotit sa më shumë në vendin tonë dhe sidomos në qytetin tonë. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah.